Projekti do të filloj me 1 nëntor dhe do të përfundoj me 20 nëntor, ashtu siç është e paraqur në ligj, por edhe ashtu siç kemi planifikuar. Me realizimin e regjistrimit të bujqësisë krijuan të dhëna të rëndësishme për këtë shtyllë të zhvillimit ekonomik të Republikës së Kosovës dhe përfituesit më të mëdhenj do të jenë ata që merren me bujqësi, pastaj institucionet vendore dhe ndërkombëtare, investimit si dhe individ që merren me bujqësinë në aspektin e hulumtimeve shkencore. Pak më detajisht, regjistrimi i bujqësisë do të jep të dhënat e detajuara për shfrytëzimin e tokës, numrin e blegtërisë sipas llojeve, kulturat bujqësore, ujitjen, përdorimin e plehrave minerale dhe organike, pesticideve, makinet dhe pajisjet bujqësore, objektet bujqësore, fuqinë punëtore në bujqësi dhe të dhënat e tjera. Disa herë kemi tentuar që projekti të realizohet, pra që nga viti i kaluar, kur ne kemi përgatitur ligjin për regjistrimin e bujqësisë dhe ku vendi ka miratuar këtë ligj, dhe ka qenë parapam për vitin e kaluar, por e dini që vitin e kaluar ishin edhe zgjedhjet lokale dhe kjo pastaj interferonte shumë në projektin që ne kishim përgatitur dhe u dash që ky projekt të shtyhet. Pastaj ideja ka qenë që kjo të finalizohet në qershor të këtij viti, por po ashtu ju e dini si prap zgjedhjet e përgjithshme, pra zgjedhjet nacionale, përcaktuan që gjithsesi të shtyhet projekti dhe përfundimisht pra është shtyr ky projekt dhe tashme ne jemi të përgatitur që këtë projekt të realizojmë gjatë muajit nëntor. Nuk ka pasur regjistrim tjetër bujqësisë për në Kosovë. Janë mbledh disa informacione për bujqësi përmes regjistrimit të popullsisë kryer në vitin 1970, në vitin 1981 dhe në vitin 2011. Ato informacione kanë qenë rreth shfrytëzimit të tokës, rreth blegtërisë dhe për disa lloje të makinave bujqësore. Por regjistrimi i bujqësisë mirë sipas standardeve ndërkombëtare në Kosovë nuk ka pas. Regjistrimi i bujqësisë, i cili është planifikuar të kryhet në nëntor të vitit, do të thotë prej datës 1 deri në 20, është i harmonizuar me standardet ndërkombëtare, do të thotë metodologjia e regjistrimit të bujqësisë është testuar paraprakisht dhe mbështetet në dokumentet ndërkombëtare të cilat ne jemi përpjekur me standardizu.